Që kur fillon vera gjej gjithmonë veten duke menduar të njëjtën gjë. Gjej një vend bukur për kaluar pushimet, por pastaj fillon pyetja tjetër, çfarë do vesh? Këtë herë vendosa ta bëj më thjesht. Hyra në Temu, zgjodha një kombinim që më pëlqeu dhe thash ta provoj në një ditë vere. Por para se të nisemi drejt plazhit, hajde t'i shohim më nga afër produktet që zgjodha. Le ta nisim me këto shapka. Për ditët e verës, një model i tillë është gjithmonë zgjedhje e mirë, të lehta, të rehatshme dhe me një dizajn modern që shkon pothuajse me çdo kombinim. Për pjesën e poshtme zgjodha këto pantallona të shkurtra që mund t'i vishnin pa problem si plazh ashtu dhe gjatë një shëtitjeje verore. Dhe në fund zgjodha këtë bluze polo të bardhë, e thjeshtë, elegante dhe shumë e lehtë për të kombinuar. Dhe sigurisht këtij kombinimi nuk mund t'i mungoni një palë syze. Më pëlqeu jo vetëm modeli, por edhe paketimi me të cilin vin. Ja, pra ky është rezultati final. Sinqerisht doli edhe më bukur se ç'e prisja. Dhe ja si duket i gjithë kombinimi në lëvizje. Pikërisht këtu e kupton nëse një outfit funksionon vërtet. Dhe në fund nuk janë vetëm produkte që bëjnë diferencën, është mënyra si duket në lëvizje, si kombinohen me ambientin dhe ndjesia që të japin ndërsa shijon një ditë vere. Pas një shëtitje e buzdetit nuk mbetej gjë tjetër veç se të ulesha pak dhe të shijoja pasditen. Pikërisht aty e kuptova që ky kombinim ishte zgjedhje e duhur, i rehatshëm, i lehtë dhe perfekt për një ditë vere. Nëse doni edhe ju të krijoni kombinimin tuaj për këtë verë, shkarkoni Temu, kërkoni kodin tim magjik dhe më tregoni në komente cili produkt ju pëlqeu më shumë.